Përshëndetje dhe mirë se vini në Shtetet Bashkuara të Amerikës me Noli Show, Noli TV. Është një nder dhe një kënaqësi e madhe kur prezantojmë shqiptarët e tonë që janë të suksesshëm vinë në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe fillojnë të punojnë dhe tregojnë vullnetin e tyre nëpërmes punës dhe nëpërmes shkollimeve, edhe është nder që sot të kemi Gjan Goçin, kandidat për Kongresin Amerikan. Gjan Goçi është një biznesmen, veprimtar, komunitar dhe politikan i shuar Amerikan me prejardhje nga Kosova, i cili jeton dhe vepron në shtetet e Michiganit. Ai ka kandiduar në dhomën e përfaqësues së Shtetit Bashkuar në US Congress, duke synuar të përfaqësojë distriktin e 13 në Michigan. Besa, disa njihem i lumtur kur shqiptarët e tonë hecin mirë, fillojnë, punojnë edhe në fond kanë punën primare, edhe në fond dojnë me bërë diçka. Dhe është ky vend i mundësive. Besoj që tu ka dhënë edhe ty mundësia. Gjan, mirë se erdhe dhe si e ke kaluar sot ditën? Mirë, valla, mirë sot me fushat gjithë ditën edhe të një mu të gjendve në komunitet, se patëm disa probleme me nxehtësinë këto, ju kishte prishë tjaftofja një banesës këto 8 katësa me pleq. S'kishin air condition, si me thonë të ashti. Shkova pa të dalë në fushat para një java atje, të ka do më bo kongresmen, hade në req në aftofjen. Tash më keni shti halan punë shkova, po ja zgjeta qarën, adin. Si fillim, dua të pyes origjina juaj, nga keni ardhë, familja juaj, se më duket ju shumë i ri ke ardhë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Na trego pak për rrugtimin e ju familjar. Po, familja jonë me origjinë është nga Kilmendi. Pej Kilmendit Shqipërisë janë ra në Plavgusin Vuthaj. Pej Vuthaj pare që në disa vjetëve jë ndali në Ran Unik. Pej Unikit, baba jam ka punu në Split një 12 vjetë, gjysë në kos një 2-3 vjetë ku jem konë thmiri ku mbo në Split, të një më rritë në Unik deri në moshën 9, agja në ka që dokumentet për marrë në Amerikë, kështë për më të mirë, se baba të në herë të ankojke se kalon gjenet në Split, se shumë i ka papelqy Spliti. Si filloi rrugtimi familjes juaj këtu, si u gjetën ata me punët e tyre, edhe se jeti i ri ardhen këto dhe ke fillu shkollimet, sa ka qenë sakrifica për familjen tënde këto? Vallai, sakrificet janë konë të madhe, se në Kosovë nuk jena konë pasonikat mlaj, po jena konë më të pasonikit për aty në dvorë. Kemi kom pas një jetë shumë të lumtur. Jam rrit në Bjeshk, në Gjerovic, në Bjeshk të Unikit, se ka zotin këtë dhe aq farvendi aq bukur. I kom kalu do vita atje me dhane me lope, me familje, me djemtagje, se o konë një jetë se s'munësh me blesat me miliona. Kom pas një për ardhje atje si përmalona shumë ka herë sa mirë kom pasëm. Je keq se thmija mi nuk mundën me gëzu ato Bjeshka aq si ku gëzuone. O konë vështirë më arë këtë se këtu erdhëm një dhomë si paketume si valigjet. I kishim shumë ngusht jetën, shumë vështirë vitet të pare këtë në Amerikë jënë konë. 79 sidomos o konë krizë, man atër nafti, me çmima me luftën me Iran edhe në atë farvakti. O konë shumë vështirë për punë, edhe baba kishte qef me të kallëzu drejt, më këthy me shku mrapan, po s'muj kemi grumullu paret me ble biletin. Wow. O konë shumë vështirë në atë farvakti. Une si thmi 9 vjeqar, s'kisha as ku mu përshtet, na i kujnë për njëm se isha në shkollë, s'disha gjuhën, s'kisha shok, s'kishte shqiptar heq aty as na i konë vetëm dhe thmija vëgjël jenë shumë të vështirë në parmoshe. Ka konë shumë interesant jetë. Përmenet një biznes, një restorant, ose diçka përmenet. Si ka fillu ky biznesi juaj, apo keni trashëgimi të familjes? Po, biznesi jonë këtu ka fillu baba jam lajke të një Gjaferi Lezi. Tani mas disa vitve hap
në restoran me vllahën e vet, Sadikin edhe me Axhin Monin. Ka daldale ata u largun, qelën vende të tjera, biznesi jeti këtu, morën nona baba ditë natë, 7 ditë javës, pak put, 16 orë ditë. Shumë herë nona thaj ka oj lokë me pa punu që shtu na në Kosovë kishim bu Amerikë. Si shkoja i rrugtim dhe rritja e juve fëmijëve, sa fëmijë jeni, më faqe për ju pyes? Jena kon 4 fëmijë, 3 jam e një vajzë, ai vllavi i dytë Skënderi vdiq 2003-ën, ajo kon milic këtu në Amerikë me profesion. Motra kon motrë medicinale, unë e vllav si biznesmen, jena marrë me biznisa me tregtia. Na trego pak, me të vërtetë është një çudi e madhe që kemi zbuluar një bicikletë. Çka ka ndodhur me bicikletën? Bicikletën, jem dalë në fushat me do vullnetar, e kishte lënë një bicikletën këtu parkiruar te lokali. Ku kthy mas 5 orëve, tha ma pas ka vjedh dikush bicikletën. Ishte në lokal ku kom kamerën aty, shikova kamerët, e mora ngjizimin, e postova në social media, edhe këta të komunës banor të qytetit më lajmëruan këtu e ki që e ki të Kroger. Shkova në Kroger, grava kerën e i pava atje me bicikletat, edhe i thash, ku ki marrë këtë bicikletë? Tha është e dashnores, tha jo, thash e ki vjedhë, thash që ta, thash zhdrëp e bicikletë, që ki senet se jem ka marrë bicikletën mrapa. Ne mora shtina në këpek, ja bona surprise ati punëtorit, thash e ja dhe kom një surprise për ti. U që ditë ku ja mora bicikletën mrapa, se është të shka dhe vje mu mirë se ja bona atë punë, se shumica gjendë nuk ishin marrë me ta, kishin thirrë policina diçka, po që ndash me kry diçka dush me bo vetë. Prej angazhimeve tua të punës, biznesit që keni të restorantit, çka ju motivoi të kandidoni për Kongresin Amerikan? Po, unë jem aktivist, se kom babën patriot, e kom familjen patriot. Jem rrit në demonstrata këtu në Detroit, se na janë një komunitet që është shumë marrë me qestje politike drejta shqiptarëve. Në fillim delshim kundra festivalit e Jugoslavisë në Detroit, se kishtin, thëshim si mundi me majt festivalin me knue me këcyje, jënë kaj mysin shqiptarët, jënë kaj torturojnë, jënë kaj shtin burg. Të një masat her janë nisë me Kosova Republike, me qeshtjet si që dini ju, në për demonstrata jem rritë. Edhe ku jem konë student i vogël, jem konë në klasën e 9, jem konë pasgjedhë si reprezentu si studenta. Edhe në klasën high school, edhe në high school ashtu, të në herët, ku shkëshim demonstrata, kuna del këni congressman e një senator, pritëshim si kur mu konë rockstar, si me thonë, edhe shisha fuqin në atë kohë e re, se ku fuqia pushan. Fuqia botës pushan në Washington. Aty kom desh me hita në herët për me mbrojt Amerikën edhe me mbrojt popullin shqiptar për të gjinë. Po mas pari Amerikën, se pa Amerikë s'kena gjohë. Cilat janë prioritetet tuja kryesore për distriktin e 13 të Michiganit? Distrikti 13 e përfshin Detroitin, e përfshin edhe në 16 komuna tjetër, afër 1 milion popullor. Është një ma e vorfnja në Amerikë. Për mu, jem ka shosha ka bot në politikë të Amerikës, e kanë marë parët, e kanë ble krejt demokracinë e Amerikës. Gjinja sot jem ka i blenë politikant sukur në pazar. Unë jem ka du menu gjinën për para interestit special. Ajo është ma parja, menu gjinën për para interestit special. Tashti ki firmat, për shembull, organizatat punëtore, firmat të mëdha, se cili ka interestin e vet. E din blejnë. Tashti unë nuk du me shit vetën, du me këshyr vetën pas shyrë, mu kon i knaqën me vetën. Për mu është ma parja, mos me mujt kush me mble, mu kon njeri individ, se është i pamvarun për interestit huj. Këto nuk kanë gjinja, si me thonë tashti,
nuk kanë sigurime të forta, janë shumë të varfër, që ditësh sa të varfër janë gjina në këtë zonë. Kanë nevojë për trajnerim për punë dore, kanë nevojë për me drejtu, me ndihmu që është me dalë pe poverty, që është me dalë pe varfënisë. Unë i du gjinën shumë edhe tana herët I kum dashtë, si në Kosovë, si në Amerikë, me shërbi publikun është kryesorja ma madhja për mua. Si shqiptar, si kanë ndikuar prejardhja juaj shqiptare në rrugtimin tuaj, si të kanë vlerësu? Po thu këta komuna? Po, si shqiptar që je, si të kanë vlerësu, kanë thonë na du të me konë kënë dhe kryet e detyres? Jenë shumë të knaqen me shqiptar këtu, kena zonin e mirë, kena një 800 restorana shqiptare kena këtë zonën time. Shqiptarët kanë një respekt veçantë se na integrohe mirë me komunën. Ku do të shkojmë, na e bojmë vendin më të mirë se kena gjetë. Shumë na dojnë si popull. Ju e përmendat për popullin shumë të varfën dhe cilat janë ato sfidat më të mëdha me të cilat përballen qytetarët sot aty? Po qytetarët këtu jena në një zonë se është rrit me makinerin, me automobilin, na jena kapitali botës automobil, tash t'i dole në automobil elektronike edhe u largun për Detroitit, shku në Tennessee, në shtetet tjera, tash t'i në këtë zonë biznisit jenë ardhë revolutionary ideas in business, interneti na nuk mujtë me marrë pjesë në internet se s'ka kur farë firma këtu në Detroit se merret me zhvillimin e internetit. Tash t'i dul AI, s'kena kur farë firma se merren me AI. Krejtje në New York, në Kaliforni e jashtë këtij shtetit. Duhet dikush mu koni meqen pak me abo vendin këtyne firma për më ardhë, mu afru këtu. Jo vetëm ardhë këtu, po dhe duhet me punu me universitetit, me trenerat, punëtor, me një farteme se gjysën e kohës e kalojnë shkollë të mësu detyrën, gjysën e kohës hinë punë, edhe na si shtet, si komunë, I financojmë pak, I japim firmat iniciativë, ja zvogëlojmë taksat, ja japim do pare për trajnerimin, edhe ju ndihmojmë aty në për me mujt, me na zhvillu një industri këto se me u konë pjesëmarrës. Tash jo ka vjen blockchain technology, na s'kena kur farë firma se marrin me blockchain technology. Blockchain technology ka me revolutionu botën su kur elektriki ka revolutionu botën, po gjinja hala se din se menojnë Bitcoin, po Bitcoin është një farë storage of value, din është një farë man vlerën si pare, po blockchain technology, hala se kuptoj gjinja ka me bo një revolution, se hala se besoj gjinja se ka me ndodhë. Të një ka vjen quantum computing, na s'kena kur një firmë se meret ma ato, na duhet me zhvillu një farë programi për me mujt me afru këto firma se me na nimu neve me na punësu djemë të mije, qikat të mije se jenë të shku në shkollë, mos me mujt me gjetë punë këto ku kanë me shku, kanë me dalë ku puna. E na duhet me afru, si Kosova ka njëtën problem, na e na bo si farm për botën, rritën thmija, shkojnë I lojnë plakin e plakin, edhe që të në Michigan, sa t'jemon e gjallë, s'ko me lona ta më ndodhë. Si e planifikoni të mbështet një bizneset e vogula dhe ekonominë? Po unë jem biznesmen, entrepreneur, si thojnë këtu në Amerikë krejt jetën tema, di në gurë me më shru, në di me bo një farë jetë për ati guri. Biznesmenat vogël jenë familje, në fundit është një ekip familje, nona, baba, vllaznit, fëmija, shumica ato biznise janë nisin si biznise familjare. Na si duhet si shtet duhet me suportu ata me krejt forcat se I kena me suportu edhe mos me bloku se shumë shtetet blokojnë t'i prishin edhe nervat edhe ta hupin vullnetin. Nisan e kom mirë për Amerikë se mund është në garaj me ja fillu një biznes. Është bukur letë këtu me ja fillu biznisit. Me bo me të shkep këto, shkon bum me një herë, adin. është një sant shumë interesant se njeri ku të është biznesmen nuk dërzohesh, dush tana herët me vazhdu për para, se ku dërzohesh kapitalove, po sa s'dërzohesh, vazhdan e kimi ran fije edhe e shë suksesin për asaj, po na duhet me suportu këto bizneset vogle, se në familje në fundit, e me abo mundësi si me mujt me realizu ata shkat mundën me bo me
talenten e tyre. Çfarë rëndësie ka arsimi në programin tuaj? Po unë jem konë mbikëqyrës i shkollave, tana herët e kom respektu arsimin edhe unë jem një person se e kam mësu veten çdo sa. Ti me desh me shku në hon, ti tashti, me thonë Gjani ka du me shku në hon, e dush me mi maru dhe raketa me më qy në hon, edhe thëmë a ki bagjetin e pash bagjetin në mrana 30 ditve, edhe më thaj, tashti me internetin, me këto senet njeri më dash më mësu, shka të danë mundet më mësu. Po shumë rëndësishëm këto në zona tona, si më konë mbikëqyrës i shkollave, problemi maj madhi është vërfnia. Në këtë zonë tonë kena shumë familje si jenë darë, është jenë ka rritën me kryja e shtëpisë është nona. është pak problem me rritë minë, kush me t'i këshyrë thminë, a me shkun puna me rritë thminë, i kena daycare centers këtu që t'i këshyrën kopsht për thminë, që nuk i di pash të mën të vjallë shqip. Nëse ato duhet na si shtet me amundësu gjendë, kena një obligim si komunë, me nimu familjes pej lindjes dhe vdekje. Na ata duhet me nimu një tjetrit e majnë manë Kosovë, ku isha e vogël, në hajshim një tepsi e hajshim tonë bashkë. Pa lukë, pa kërgjohë, që shtu me bokë. Gjinja duhet me shku pak mrapa që shina konë bashkim familjarë, me nimu një tjetrit pak më shumë. Se sheni rolin e komunitetit shqiptar amerikan në politikën amerikane? është qërë, unë jem qërë se 2000 po hi në zjedhje, 2002 hupa, në 2003 në vdiq vllave në Shrova Krejt, hupa, në 2008 hina për mbikëqyrës i shkollave fitova, në 2010 fitova dhe i herë, në 2012 shkova për kongres, aty e pava ku t'hesh për federal, aty është loj dhe shka se s'ki imaginu se shka ndodhë, është shumë vështirë se ka shumë interes, të gjinja për shembull njeri si më ka konkurrojo në kundra tine është në Indianë, ka jam në Shri Thanedar, ai e fitoj pozitën 2024 me $9 milion, 6 milioni shtini ai, 3 milioni shtini AIPAC, lobby i Izraelit. Ata janë shumë të fortë në këtë terë. Për shqiptar, për me hinë kongres, është për shembull është vetëm pyetje a ke mjaft parë. Se s'ka adin minimum është $2 milion për me pas shans me hinë këtë lojë. Unë u çudita ku këshyra një ditë e pava se jem shqiptari maj parë i zgjedhur në jashtë Kosovës ose jashtë Shqipërisë, se na shqiptarë so len trojnë shqiptarë kur so votu jashtë atij shtetit. Unë i pari, 2008, imagjina që sa vjetin ato i magru në Amerikë, e unë më koni i pari për me fitu atë zgjedhje. Shumë interesant. Për kongres, unë jem ka qa edhe e shikum pa, shumë vështirë me hi në këtë pozitë, edhe tashti din tonë se në zome pas aty, në qofë se është dikush i zgjut, i edukum edhe punëtor, mundet botën me ndryshu. Cili është mesazhi juaj për të rinjt shqiptar në SBA, në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Po, jena qërë, na jena shumë të fortë, duhet mu bashku, duhet me nimu një i tjetrit, unë gjdo kandidat se ka kandidu, ju kom shkru kaj qek, ja kom që një nimë, nashta s'ko mujt më shku me vullnet të ru me ko, ja kom që do pare bile me ja vledh dhe plakarta, si të sët që abone sët, për shkova në mëngjesi një mova dhe që këtu në komune, krejt ditit e tjere, zgata të shpërnda plakata në për rruga, në për lokale, në për shpija. Ato kushtojnë $8 copa, është krejt e pare, plus du është kohën me marë, adin me shku. Ka herë së mund është asë me blegji, nëse s'dhin punë. Dush me dalë vetë me bo. Qëre, gjdo postim është 50 cent. Më tha dikush kur të shrojmë televizor, thash, jo në televizor, kur s'ki me pasë si këmparit për me hinat loj, se televizori është trajt. Po qëre, unë im ka bëj një bazë, e di planin për me si fitohet, aty jem shumë optimist se mrana 2 vitëve dhe të fitoj.
të jem këtu musafiri joti, Congressman i parë shqiptar. A ka ma knatësi. Nëse zgjidheni në Kongres, cili do t'jetë veprimet e tua të para? Çka do të bësh? Vallai, mas parë do të marrë një javë ditë pushim, se 2 vjet këtu punu. Qërë, mas pari është falimenderoj Zotin edhe tonë ata se më kanë ndihmu. I falimenderoj gjithë ata edhe bëj një farë banketi me celebratat madhështore të ting. That's it. Si e vlerësoni marrëdhënien SBA Kosovë dhe SBA Shqipëri? Dhe më thonë, si shë bashkëpunimin? Po. Valla qërë, na jena është një statistikë edhe i thëmë Amerikanëve ka të shkoj. Thëmë qërë, shqiptarët e dojnë Amerikën ma shumë se Amerikanë. Qëta është deltit vete Amerikanë, how do you feel about America? 70% kanë me thonë, jem e knaqen me ta, du me shpirët e des për ta. Me shku me vetë troje shqiptare si mendon për Amerikën, 90, 95, 98% desin për Amerikën e dojnë ma shumë se vendin e vetë. E kena një relationship shoqni shumë speciale, se mos po pakon për Nolan me eduku Woodrow Wilson për çështjet kombëtare shqiptare nuk ishte Shqipëria në ekzistancë. Mos po pakon për Bill Clintonin, Carl Levin, Elliot Engel, and disa tjerë, Tom Blantos, ka pas, i kena pas dhe Mitch Ford, Bloomfield, mos po ka pakon për ta nuk ishte Kosova së. Kena një respekt, një dashni veçantë për Amerikën, edhe besoj ata e kanë pa, edhe Kosova e ka për ta, edhe këta për Kosovë. Po këtu punëran me administrata, po ajo të në herë për rinë kanë stent, se shqiptarët dinë si me prit mikin. Qarë do të thotë për ju motoja, put people over the money? Po, menu popullin për para interestin. I mean, simplistik. Ma simplistik s'ki shka me thonë. Se po shojmë, jem gërdit me politikant me të kallëzë drejt, nuk jenë burra, jenë s'pëjdime s'pigu vetën shqip shumë mirë, po ndrohen vetën si frima, kur jenë shumë interes gjik. 1 minut e ki shokit ma të gosht, po nesër vjen momenti me bo dishka se është pak kontestune, nuk mund është më rajt në ta. Bornea o dek në politikë, kur njës vynqo. Vetëm një i Kentuckit, Robert Massey, edhe është republikan, po për mu atë kom shumë respekt për ta. Edhe si jem demokrat. Pse votuesit duhet të zgjedhin ty, Gjan? Pse me më zgjedh mu se unë kry punë, o jaran, kry punë, e shu ingjinja. Po problemi është jem rajtin. A more vesh, bicikletin ma vjedhen e gjitha pruna mrapan. Sot ju hupi aty ftofja gjendën banesa pleshve, i lajmërun tonë, aty të pehallit zorit, ata majorin, gavernerin, shtetin, shkoj kur kush me jep një vetëm unë, shkova, fola me managerin, fola me building maintenance, e pava situatën, në gjizova, qita në Facebook, tash a dikush me nreq këtë problem, se firma se janë nreq, tani kena 20 mishtëri për para teje, dhvinë të tonën, nesër është pushim, July 4th, e dilin jenë amshel, e ta shti unë dola i thira krejt rrethin tam se kom se bojnë hirin në kullin, gjysa thojnë jo, nuk e di atë punë, është pak komplikur, e gjeta një njeri, tash do t'vjenaj edhe në një orë, në 8 të gjysë më pramje, do t'vjenaj këtu edhe të shkojmë atje këshyre mja vëzjet qarë, tash ti qëre, ku ki një problem, ku djenë të one, shkat kom mundësi me botën në të loj musha me ta kryat po. E kom pas një rast, o kon pa ardhë një gru këto, edhe o kon në City Council. Ta zdip se më ka vitet, se më kon pa marrën me muzikën, e kom pa manager Genta Ismailin, e kom pa qit një firmë video jukebox, se lusha videoklipa, kom bo negotiations me firmat ma të mëdhaja në botë, bilën 2002 e kom bo first commercial use of video
music videos for you know me mu pagu për videoklipat se ishin dalë, se ato ishin vetëm reklama. E krejova një firmë me lujt videoklipa në atë biznes e takova Kara Dieguardit, qikën e Joe Dieguardit, ajo ishte shkrimtare. Nëse aty hupa $14 million në atë firmë, se Sony na I dyfishoi çmimat sa paguishin për videoklipa. Kisha partnerin bilioner, ai smujke me qit në publik pa I pas drejtat. Se këtu është dënimi shumë I madh për drejtat autoriale. Po nëse në të humbjen më të madhe në jetë teme, e kum taku Kara Dieguardin. Kjo vajza pe City Council se tha, e kena një problem, tha shka problemi. Edhe nuk di pse e marrë të ti, tha po qika jeme, tha shka fol me Gjanin. Tha e kena një qik këtu në Wayne, ku jemon e kom biznisin, tha është ka dek pe kancerit. Tha I ka dhe një 2-3 muj dit me jetu, e ka një kërkes për mi pa Jonas Brothers. Jonas Brothers në atë farvakt ishin kontart për thmi, për reni më të famshmi. Thash valla, koncerti është edhe 3 dit, tash që ka lidh për një miracle, tash. Ai koncert është shit për 3 minuta. Ta mush me në mu drejt, tash a ki përvu Make-A-Wish, ta po ja ka nep një vizit me shku në Disneyland, familja. Tash unë e di vetëm një njeri, tash se mundet me kry këtë punë. Tash të lajmëroj nesër a muj me bua jo. Ja bova një email ja qova Kara Dieguardit, tash Kara thash e kom një vajz është ka dek, e ka një dëshirë me ta ku ta kontart, e di se ja kish shkrutin një kong, a mund është me jeni mu. Tha sa bileta, thash 4 bileta, tha consider it done, thash faleminderit shumë, thash you made a miracle happen, tha jo kon dëshira Zotit, tha se ku ma kish shkruti atë unë jem kon studio me Guy Laveau of Rascal Flatts. Ajo është një këngëtar shumë I madh me firmën Rascal Flatts, që ndo këngëtar më të mëdhej në Amerikë, edhe tha e ka njëjtën menaxher ai si Jonas Brothers. E tha vetëm e ka marrë telefonin, e ka bënë një telefon e kry punë, tha kon dëshira Zotit më kry kjo. U kry sukur sa në Makallaj s'ka mujt me bo, po punë më të madhe një temë s'konsideroj vetëm nashta nimen e Kosovës më shliru, kjo vjen e dyta. Atëherë një mesazh për të gjithë shqiptarët që na ndëgjojnë. Valla qyre shqiptarët jeni shumë të fortë, shumë respekt kam për juve, vazhdoni punë të juve. Mushi me map na nim, web faqen e kom gjangoqi.com, goci.com, kom nevoj për nim. Pa qa mundësi me një mu juve, lajmërani, nështë muna dhe juve. Atëherë për fond kisha pas dëshirë të na tregosh ku gjendet ky restorani yt dhe çka shërbehet në të restorantin tënd. Restorani jam është në downtown Wayne, Michigan, në afër aeroportit të Detroitit. Mirë se vini, një çift rruga ka herë këtë, që qitë rruga në Detroit. Nani këto 7 minuta larg për aeroportit të Detroitit, thirret Mike and Mona, si ja kom gjitë emrin mas prindve, se e meritojnë për kretat njerëz se kalon këtu. Është në Detroit, në Wayne, afër aeroportit të Detroitit. Kallaje keni, është një vend I shrajt në çështje kombëtare për çështjet e Kosovës. Në ky vend janë ardhur kush ardhur për çështjet e Kosovës që to janë kohë. Kjo kon rrugën. Është me të vërtetë edhe krenaria kombit ton që njerëz zotërit sikur jo që vinë të bëjnë diçka për shqiptari dhe të bëjnë për shtetin amerikan, është shumë primare. Kështu që unë të falenderoj shumë, ishte kënaqësi ime që ishim së bashku një bisedë spontane rreth punës, suksesit dhe planeve tua të ardhshme. Faleminderit shumë për kohën edhe për opportunity me fol me shikues tu. Pra falenderit shumë, mirë unë dëgjofshem edhe besoj që kur të fitosh është kënaqësia jone prap të kem edhe besoj që do të vish me plan projekte dhe plane të mëdha për shtetin e Michiganit edhe për të gjithë shqiptarët, pse jo? Patjetër, bëshi natën e mirë. Faleminderit. Pra të nderuar shikues dhe dëgjues kudo që jeni, faleminderit shumë, ishte kënaqësia jonë, thash edhe më herët se suksesi I shqiptarëve tonë nuk ka për të ndalë. Nëse doni të ndiqni emisionet e tona në Noli Show Noli TV në kanalin 39 në TV Al, kurse në kanalin 249 në Nimi TV. Mirë mbetshi deri në emisionet e radhës me Nolin. Kaloni bukur.